Thuhet se në një fshat të largët malor, pra një ure të vjetër guri, jetonte një familje që e kishte frikë natën. Banorët thoshin se pas mesnate ura nuk duhej kaluar, sepse aty shfaqeshin hije të pashpjegueshme. Një djalë 17 vjeçar, një mbrëmje gushti, dëgjoi 3 trokitje të forta në derë. Mendoi se ishte ndonjë fëmijë që kërkonte ndihmë. Kur hapi portën, jashtë s'ishte askush, vetëm era që frynte nga ura dhe një ndjenjë e ftohtë që e shpoi deri në kockë. Të nesërmen ndodhi njësoj. 3 trokitje, porta bosh. Nëna e tij i tha: "Mos dil më, është ora e hijeve." Natën e tretë, kur dëgjoi sërish trokitjen, djaloshi shikoi nga dritarja. Përballë portës qëndronte një figurë e bardhë, pa fytyrë e pa lëvizshme sigur. Ai bërtiti, familja erdhi me drita, por hija ishte zhdukur, që prej asaj nate, porta nuk u trokit kur më. Por udhëtarët që kalojnë urën pas mesnate betohen se dëgjojnë të njëjta 3 trokitje, dhe askush nuk ka guxuar të ndalet për t'i hapur.